deklaruar se kush ishim. Ishim të deklaruar që drejtonim protestën dhe ishim të deklaruar dhe të mirëpritur nga të gjithë qytetarët që na njihshin, sepse kishim marrë përsipër një gjë. Dhe çdo gjë që ndodhi ishte përgjegjësia jonë. Dhe çdo përshkallëzim që ka bërë protesta në atë kohë, ka bërë në drejtimin tonë. Pse? Sepse u bë për shembull futja e minatorëve në grevurie. Atë e kam bërë unë nga Pallati i Sportit, ashtu erdhi konflikti, ashtu erdhi momenti, partitë politike u grumbulluan aty dhe kërkuan ta zhbonin atë. Në atë moment kam marrë një vendim dhe i kam futur në grevurie. Pra, përshkallëzimi vjen nga drejtuesi, sepse ata janë ata që marrin përgjegjësi pastaj për të gjithë mbarvajtjen e protestës. Po kur ti e quan drejtues veten se ke një mikrofon, ja jep aty mikrofonin kujt dush ti, kë do ti, ja heq ku ke qef ti, ku s'pëlqen ti heq fishën, e kupton këto nuk janë, sepse ti nëse ke për të bërë një bisedë, për të hedhur një opsion, për të thënë një gjë, ti duhet i drejtohesh i grupit. Atij grupi që drejton protestën. Edhe nëse ti ke një opsionin tënd, supozoj. Ke një mendimin tënd, ke kritikën tënde. Po dhe aty s'ke kujt i drejtohesh askujt. Sa të këdo që unë kam 46-48 ditë në atë protestë. Unë nuk di, realisht po ta them, nuk di se kush i drejtoj. Dëgjoj, jo ky, jo ai, po sa herë që i shoh ata shmangen. Ju kanë shkuar për të folur, për të marrë fjalën ato, apo keni kërkuar ju që të flisni? Jo, është fatkeqësi tash ta them edhe këtë që ditët e para ju e dini shumë mirë që ditët e para doli qytetaria e Tiranës, pati shumë njerëz. Realisht themi. Edhe kur erdhi diaspora dy herë. Plas ditët e para. Edhe një grup njerëzish aty bish, edhe njoh, kërkuan me ngulme që unë të dilja të flisja, dola fola në momentin që fillova të flisja, domethënë për Sorosin, për LGBT-n, hoqën fishën e mikrofonit, e kuptova. Dhe nga ai momenti thash, e keni në bumerang për veten tuaj, sepse gjithaj grupim njerëzish që ishin qytetarë Tiranës e kuptuan dhe u larguan dhe sot nuk vinë më protestë. Por kjo ka ndodhur me të gjithë atje. Dhe atje ka pas përplasje dhe përplasje fizike për atë mikrofon. Pra, dalim tek ajo pjesa që unë them që duhet të ketë një grup dhe në protestat të tilla nuk mundet flasin 800 vetë. Është e pamëngjënueshme në një protestë të flasin 800 vetë. Dhe gjithse kush, domethënë flet niveli i atyre që flasin është në nivelin mesatar. Kështu që pra i mbajnë vetë mikrofoni larg intelektualët, jo se nuk afrohen ata. Jo, i mbajnë vetë, jo. Po s'afrohet njëri sepse nuk dëgjoj. Nuk unë shkoj ti them të marr mikrofonin aty apo të marr radhën aty apo të bëj, e kuptoj se është skandaloze ajo pjesa aty. Po plus pastaj që aty realisht aty janë zinë grushta për atë mikrofon, se unë nuk mund të shkoj, unë kur e kam pasur skenën për shembull, absolutisht as më shkon mend ta marr atë mikrofon e herë. Absolutisht. Në ato skena s'arritu ta konceptoj, domethënë që njeriu mund zihet në atë formë. Kështu që ajo protest bëri një të mirë se i lëroi pak njerëzit nga kjo ideja e dhunës, por nga ana tjetër ka zhgënjyer njerëzit në mënyrë totale. Nëse do t'i takosh. Pra, zhgënjimi është më mas se sa liria dhe frika që vran. Po, dëgjoj. Frika po liri, tash i themi, nuk di se ka nej frikë. Frikën e ke në vetvete, tek e jotja. Po ju them fjalët që janë artikuluar në protestë, vran frikën mas 45 ditësh të gjash protestë. Po le tash se dëgjoj, nuk ka frikë njëri me dalë protestë. Atë frikë kemi vranë 90 dhe 91-shin kur këta kanë edhe i të keqet madhe se mohojnë gjithçka. Gjithçka që është bërë e mohojnë edhe fillojnë edhe flasin sikur aty fillon e gjitha. E kanë theksuar edhe këtë që t'jetë viti 0 që të nis nga. Po pra viti 0, këta thuti se këta janë zeusi që zbritën,
e Muhamedit zbritën nga qielli këta edhe këta do ta bëjnë. Unë megjithatë unë kam thënë edhe prapi mbeten me bindet plot, domethënë që brezi 30 vjeçar është ai që ka shkatruar Shqipërinë dhe brezi 30 vjeçar është ai që po e shkatron Shqipërinë. Nuk mund ta fillosh nga viti 0 të mohosh gjithçka, sepse nëse nuk do ishim ngritur ne në 90-ën, sot Shqipëria mund të ishte vazhdonte akoma diktaturë dhe ti ta mohosh atë pjesë. Dhe sidomos të bësh një protestë në Tiranë dhe të mohosh rolin kyç të qytetarëve të Tiranës të viteve 90. Ata ju fajsojnë jo juve, brezin e kanë fjalën se tani po del një betejë kështu lut brezash që nuk e çuat deri në fund. Pa ku ata dëgjoj, po sepse kam pas edhe një debat në momentin që ti nuk njeh historinë, në momentin që nuk njeh atë periudhë, nuk e ke lexuar, nuk e ke kuptuar, nuk e din absolutisht asgjë, nëse do t'i pyesësh ata nuk din asgjë, nuk kanë lexuar asgjë. Nuk e njohin historinë fare. Ata thonë për shembull Shqipëria kërkon revolucion. Si e kërkon Shqipëria? Shqipëria është nocion abstrakt. Shqipëria është nocion abstrakt. Nuk mund të thuash Shqipëria kërkon revolucion. Ti mund të thuash shqiptarët kërkojnë revolucion, jam plotësisht dakord. Dhe termi revolucion mund më kthen ke komunizmi. Termi revolucion më kthen komunizëm. Ashtu siç më kthen në 45-ën termi Ramamburg Berishamburg. Pra del shesh dhe ti kërkon t'i dënosh njerëzit, ishin 45-ën që të veshin një mikrofon aty për jashtë dhe përplasin njerëzit duar, thoshin militar, varet militar. E kupton? Gjyqje popullore. Ose ideja tjetër që të futemi t'hiki ky, t'hiki ai, t'hiki parlamenti, t'hiki këta, do vim ne, do ta bëjmë ne qeverinë në shesh. Si u po ka qeveria në shesh? Si bëhet parlamenti në shesh? Pikërisht më dolët tek ajo që do pritet të ndodh, tek kuvendi që do mblidhet. Çfarë mendimi keni për këtë kuvendin qytetar me 300 anëtar, pastaj do ketë një rreth më të ngushtë me 150, që ndoshta më pas mund formoja qeverinë teknike në hije. E para gjë që ai s'është kuvend, ai është kongres. Se kuvendi nuk mund bëhet. Kuvendi bëhet me burra. Unë nuk di se ka burra aty. Aty ka njerëz ose ka të majt, ka të djathtë, ka gjitha rryma. LGBT-ja është aty brenda, gjitha. Dhe në këtë lloj forme nuk mund të quhet kuvend. Ai kuvendi ka peshë tjetër. Kuvendi janë quajtur kuvendi i maleve thoshte. Ishte peshë tjetër, ishte gjë tjetër. Kush i zgjodhi këta njerëz do shkojnë atje? Kanë aplikuar dhe më pas sot do zgjidhen. Unë nuk aplikoj nuk aplikoj, se nuk jam do apliku për vend pune. A kuptoni apo? Edhe kush e përzgjedh? Dakor, e aplikova. Kush e përzgjedh? Dalim prap tek ai grupi ta antar vetë do ta zgjidhin. Po kush pra kush? Kush janë antarët? Ore, çdo gjë ka një grup organizator. Edhe kur ndërton një shoqat, edhe kur ndërton një parti, edhe kur ndërton një firmë, edhe kur ndërton një gjë, ka një grup organizator olla. Që quhet grupi nismëtar. Po, kishte një letër që ju bën ambasadave, një grup nismëtarësh. Ambasadave mund t'i bëj çfarë do, unë si protestues do ta di më